E pra të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Këtë herë do të ndalojmë tek një lajm që në fakt mua më ka befasuar, por besoj që do të befasoheni edhe ju nga kjo se çfarë do të dëgjoni. Thuhet pasi që Donaldi ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 1, Romeo ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 3. Thuhet që tani njëri nga vëllezërit Veshaj do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 4, përflitet për Marion. Në fakt nuk e di se Mario sa do të ketë leverdi dhe interes për të qenë pjesë e Big Brother VIP, sepse mendoj që Mario nuk është se ka dëshirën e madhe për të qenë protagonist në këto reality show, por gjithsesi thuhet që Mario do të jetë pjesë e këtij spektaklit. Njëherë përflitej që do të kemi një rikthim të Donaldit, përflitej që do të kemi një rikthim të Romeos, por Mario qen ka banori i cili do të jetë pjesë i shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Unë në fakt do kisha dashur që ta shoh edhe një herë Donaldin brenda asaj shtëpie, sepse mendoj që Donaldit i ran pak në hak në atë kohë, nga që ishte i preferuari i të gjithë shqiptarëve dhe duke qenë i preferuari i të gjithë shqiptarëve mendoj që do duhesh se të ishte pjesë edhe një herë e këtij reality show, por thuhet që do të jetë Mario. Mendoj që vëllezërit Veshaj kanë dhënë spektakël, kanë patur vërtet një emocion interesant brenda kësaj shtëpie, edhe pse që të dy kanë luajtur me kartën e dashurisë, por do të shohim se a do të jetë vërtet që Mario do të jetë pjesë e këtij spektakli. Vazhdojnë marrëdhëniet spektakolare të Donaldit dhe të Borës, domethënë nuk ka asnjë gjë në mesin e tyre. Donaldi dhe Bora kanë një marrëdhënie të shkëlqyeshme, kanë një marrëdhënie të mrekullueshme me njëri tjetrin, dinë t'i dhurojnë emocione njëri tjetrit, dinë ta bëjnë për vete njëri tjetrin, por vazhdon marrëdhënia edhe shumë e mirë e Romeos me veten e tij. Unë kështu do ta them sepse nuk është se kemi ndonjë detaj për marrëdhënien e dashurisë apo një lidhje, edhe pse përflitet që Romeo i ka besuar zemrën e tij dikujt. Por flitet që Mario, vëllau i tretë i dy vëllezërve Binjak, do të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania, por nuk e di se me çfarë roli do të jetë prezent në këtë shtëpi.